Gjuha shqipe që nga relacioni i Dubrovnikut deri më sot. Relacioni i Dubrovnikut, Ragusës. Dokumenti më i hershëm i shkruar ku përmendet gjuha shqipe është relacioni i vitit 1284, i cili ruhet në arkivin e Dubrovnikut. Qytetarët e Ragusës, Dubrovnikut, dëshmuan në një dokument të vitit 1284. Audivi unam vocem clamantem in monte in lingua albanesca. E dëgjova një zënë mal duke thirrur në gjuhën shqipe. Perikopeja e Ungjillit të Pashkëve. Pjesë ungjillore në gjuhën shqipe, shkruar me germa greke bizantine. Datohet rreth fundit të shekullit 14, fillimit të shekullit 15, rreth gjysmë shekulli përpara formulës së pagëzimit. Formula e pagëzimit. Unë të pakesont premenit atit, e të birit, e spertit senit. Formula e pagëzimit është dokumenti i parë në gjuhën shqipe që gjendet në një qarkore të vitit 1462, e shkruan nga kryepeshkopi i Durrësit, Pal Engjëlli. Fjalori i Arnold von Harfit. Fjalorthi i kalorësit udhëtar gjerman Arnold von Harf, i cili në vitin 1496 qëndroi në Durrës, është njëri ndër dokumentet e para të gjuhës shqipe. Dokumenti përfshin 26 fjalë shqipe, 8 shprehje, numrat nga 1 deri në 10, gjithashtu dhe numrat 100 dhe 1000. Meshari i Xhon Buzukut. Meshari është libri më i vjetër i botuar dhe përkthimi i parë liturgjik në gjuhën shqipe, botuar më 1555. Libri u përkthyen nga prifti Xhon Buzuku, nga italishtja dhe latinishtja, dhe ka qenë i destinuar për t'u përdorur nga priftrinjtë që vepronin në trojet shqiptare gjatë shërbesave të tyre. Fjalori latinisht shqip i Frank Bardhit. Dictionarum Latino-Epiroticum është fjalori i përpiluar nga kleriku i lartë kishtar Frank Bardhi, i botuar në Rom me 1635, që cilësohet si fjalori dhe vepra e parë e mirëfillt gjuhësore e shqipes. Abetaria e parë e gjuhës shqipe. Abetaria e parë e gjuhës shqipe është ajo e vitit 1844, me titull Fort i shkurtër e i përdorshim evtar shqip për çdo secil që do të mësojnë të kënduarit e të shkruarit bukur shqip. Kjo abetare u përgatit nga personaliteti i shquar i rilindjes kombëtare, Naum Vecil Haxhi. Kongresi i Manastirit. Kongresi i Manastirit, ose Kongresi i Alfabetit, i vitit 1908, ka qenë një konferencë akademike për standardizimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Ndër delegatët më të shquar kanë qenë Axher Fishta, Mithat Frashëri, Luiz Gurakuçi, Sotir Peci, Ndre Mjeda, Shahin Kolonja, Bajo Topulli, Parashsevic Riazi, Fehim Zavalani. Kongresi i Drejtshkrimit. Me praninë e 87 delegatëve të fushës së shkencës, arsimit dhe kulturës shqiptare, që vinin nga Shqipëria, Kosova, Macedonia, Mali i Zi dhe Arbëresht e Italisë,
U mbajt në Tiranë Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe. Përmes këtij kongresi, gjuha shqipe mbërriti të ketë standardet e një gjuhe moderne të unifikuar në normën drejtshkrimore.